atentate me 1 të vdekur dhe 4 të plagosur troditën vendin mbrëmjen e djeshme. I vrarë mbeti Gjovalin Prendi, babai Rohan Brahimit, ndërsa 4 të tjerë mbetën të plagosur, përfshirë edhe 2 të mitur. Dyshohet se ngjarjet janë të lidhura me njëra tjetrën pasi autorët ngatëruan objektivin mes gruas së Rohan Brahimit dhe familjes Demiraj për shkak të ngjashmërisë së mjeteve të përdorura. Një incident mes drejtuesve lokal të Partisë Socialiste ka shpërthyer në dhunë fizike në kampin socialist të Kavajës, ku koordinatori Eldian Çepeli dhe bashkëpunëtori i tij Vis Gjeçi janë përfshirë në një përplasje me kryetarin e Degës Shpend Barameta. Një qytetar ka denoncuar manipulimin e çmimeve të qirave në Tiranë nga agjencitë imobiliare, të cilat rrisin qëllimisht çmimet për të përfituar më shumë komision, shpesh pa dienin apo miratimin e pronarit. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një incident mes drejtuesve lokal të Partisë Socialiste ka shpërthyer në dhunë fizike në kampin socialist të Kavajës, ku koordinatori Eldian Çepeli dhe bashkëpunëtori i tij Vis Gjeçi janë përfshirë në një përplasje me kryetarin e Degës Shpend Barameta pas mosmarrveshjeve mbi kandidimin e Çepelit. Një incident rilindasish është regjistruar mbrëmjen e kaluar në kampin socialist në Kavaj, ku një përplasje verbale ka degeneruar në dhunë fizike mes drejtuesve lokal të Partisë Socialiste. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23 në një zyrë elektorale të qytetit. Sipas burimeve, në konflikt janë përfshirë koordinatori i zonës dhe njëkohësisht kandidati i Partisë Socialiste për Kavajën, Eldian Çepeli, dhe bashkëpunëtori i tij Vis Gjeçi, të cilët dyshohet se kanë ofenduar dhe goditur me grush kryetarin aktual të Degës Lokale të Partisë Socialiste, Shpend Barameta. Sipas dëshmitarëve, sherrri ka nisur pas kundërshtimeve të Barametës lidhur me mënyrën se si është imponuar kandidimi i Çepelit në zonë pa u konsultuar me bazën socialiste. Pas përplasjes fizike, Barameta ka njoftuar policinë e Kavajës, por në momentin e mbërritjes së uniformave blu, ai ka hezituar të bëjë denoncim zyrtar, me qëllim që çështja të mos përfundojë në media dhe të zgjidhet brenda strukturave. Një atentat mafioz ndodhi mbrëmjen e djeshme në Plan të Lezhës, ku mbeti i vrarë Gjovalin Prendi, babai Rohan Brahimit, i cili u ekzekutua një vit më parë. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive hakmarrjeje për shkak të së kaluarës kriminale të Brahimit. Një atentat mafioz ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në zonën e Planës në Lezhë, ku është ekzekutuar Gjovalin Prendi, babai i Rohan Brahimit. Tragjedia duket se ka goditur 2 herë të njëjtën familje. Rohan Brahimi u vra një vit më parë në Greqi, ku ishte kthyer për të festuar Pashkët me bashkëshorten dhe djalin e tij të vogël, pas një periudhe të gjatë në Arati në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pavarësisht se ishte përpikur të qëndronte larg vëmendjes së kundërshtarëve, atentatorët e ndoqën dhe e qelluan për vdekje në sy të familjes së tij. Sipas të dhënave hetimore, autorët e krimit e kishin ndjekur për një kohë të gjatë partneren me fëmijën e Brahimit në Greqi, derisa identifikuan vendodhjen e tij dhe e goditën në mënyrë të organizuar dhe të dhunshme. Rohan Brahimi, i njohur edhe si Sidorel Prendi, kishte një të kaluar të ngarkuar kriminale dhe prej 3 vitesh ishte larguar nga Shqipëria për t'u shmangur ndjekjes penale dhe konfliktit me grupet rivale. Ai kishte qenë në qendër të disa përplasjeve të armatosura dhe ishte përfolur për lidhje me vrasje të bujshme, përfshirë ato të Brillant Martinajt dhe tentativën për eliminimin e Ylli Brakimit në vitin 2022. Ngjarjet që detyruan të largohej nga vendi nisën në vitin 2014, kur në një atentat të përgjakshëm u vran 2 kushërinjtë e tij, Flodian Dresa dhe Taulant Prendi, ndërsa një tjetër, Aurel Prendi, mbeti i plagosur. Më pas në vitin 2020, lokali i babait të tij u qellua me armë nga persona të pa-identifikuar, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Në vitin 2021, Rohan Brahimi u shpall në kërkim nga policia shqiptare pasi dyshohej për pjesëmarrje në një incident të armatosur në një lokal në Zejmen, se bashku me 2 persona të tjerë kishte terrorizuar klientët në kërkim të pronarit. Autoritetet shqiptare dhe ato greke janë dëshmë të angazhuara në hetime të thelluara për të zbuluar autorët dhe porosituesit e këtyre atentateve, të cilat duket se kanë lidhje të ngushtë me konflikte të vjetra dhe përplasje kriminale të ndjerit Brahimi. Ndërsa familja e tij po përjeton një tjetër humbje të rëndë, ngjarjet e fundit i rikthejnë vëmendjen publike për plasjes së gjatë dhe të përgjakshme mes grupeve rivale, ku hakmarrja vazhdon të jetë një prej motiveve kryesore për krimet mafioze në vend dhe jashtë tij.
4 persona përfshirë 2 të mitur mbetën të plagosur mbrëmjen e djeshme si pasojë një atentati me armë zjarri në Tiranë. Sipas informacioneve të deritanishme, autorët e sulmit pasi kryen aktin e rënë ndogjën me automjetin e përdorur. Dyshohet se ata ngatëruan objektivin mes gruas së Roan Brahimit dhe familjes Demiraj për shkak të ngjashmërisë së automjeteve që përdorin. Një atentat i rënd me armë zjarri ka tronditur mbrëmjen e djeshme kryeqytetin, ku 4 persona mbetën të plagosur mes tyre 2 të mitur. Një ngjarje kjo që ndodhi në afërsi të rreth rrotullimit të Shkozës. Viktimat po udhëtonin me një automjet të kompanisë private të sigurisë Pelikani Security, i cili u qellua me breshëri plumbash nga persona ende të paidentifikuar. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:50 minuta, kur autorët, duke ndjekur automjetin, hapën zjarr në drejtim të tij. Si pasojë, makina ka dalë nga rruga dhe është përplasur pasi dyshohet se drejtuesi humbi ndjenjat gjatë sulmit. Të plagosurit janë identifikuar si Aren Stafa, 34 vjeç, shoferi i familjes Demiraj, Kian Mullaj, 19 vjeç, djali i Elona Mullajt, drejtoreshe një degë në Raiffeisen Bank, dhe 2 të miturit, M Demiraj, 17 vjeç dhe D Demiraj, 11 vjeç, të cilët janë ndjemtë e Vesel Demirajt, presidenti i Pelikani Security Group. Të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin e traumës, ku po marrin ndihmë mjekësore. Besohet se 11 vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë dhe u shfutur në sallën e operacionit. Pas atentatit, autorët u larguan nga vendngjarja dhe pak minuta më vonë, një automjet i djegur me targa AA020 YV u gjet në zonën e Lundrës, duke u dyshuar si mjeti i përdorur për atentatin. Policia ka nisur hetimet për të verifikuar mjetin dhe për të zbuluar autorët. Grupi hetimor i ngritur po punon në drejtimin e prokurorisë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, në vendin e ngjarjes u sekuestruan prova të rëndësishme që mund të ndihmojnë në identifikimin e personave përgjegjës për sulmin armatosur që tronditi mbrëmjen e djeshme Tiranën. Një mësues në shkollën nëntëvjeçare të fshatit Rajt, Skënderbeu në Prenjas, është akuzuar për ngacmim seksual ndaj 2 nxënësve dhe është ndaluar nga policia në aeroportin e Rinasit, ku po tentonte të largohej nga vendi. Ngjarja është denoncuar nga drejtori i shkollës dhe po hetohet nga autoritetet, ndërkohë që mësuesi pritet të dalë para gjykatës për masën e sigurisë. Një ngjarje e rëndë zbuluar në shkollën nëntëvjeçare të fshatit Rajt, Skënderbeu, në bashkinë e Prenjasit, ku një mësues akuzohet për ngacmim seksual ndaj 2 nxënësve. Mësuesi Fatmir Hoxha është ndaluar nga policia në aeroportin e Rinasit në momentin që po tentonte të largohej nga vendi. Ngjarja u denoncua fillimisht nga drejtori i shkollës, pas një sinjalizimi nga një tjetër koleg, i cili kishte parë mësuesin teksa kryente veprime të papërshtatshme me fëmijët, si nëpërmjet fjalëve ashtu edhe nëpërmjet prekjeve. Burime për redaksin ton bëjnë me dije se mësuesi ngacmonte vajzat e mitura, duke i puthur dhe i prekur në vende intime. Më pas i kërcënonte për të mos treguar, duke pretenduar se askush s'do t'i besonte pasi ai ishte i martuar. Edhe prindërit e vajzave nuk i kanë besuar, ndërkohë në dëshminë dhënë në polici, prindërit e fëmijëve kanë deklaruar se nuk kanë pasur dieni për ngjarjen. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbuluar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë, ndërkohë që mësuesi pritet të dalë para gjykatës për masën e sigurisë. Një qytetar pohon për redaksin ton, jemi munduar të bindim familjarët dhe denoncojnë këtë mostër, dhe më në fund morën masa. Duhet ta di gjithë Shqipëria se çfarë mostrash ekzistojnë duke të merruar fëmijët. Po kishte kohë ky mësues që i ngacmonte gocat dhe largonte nxënësit e tjerë, dhe linte vetëm gocat duke i puthur nga qafa dhe u fuste duart, dhe u thoshte mos tregoni se po treguat që u beson njëri juve. Se unë jam i martuar dhe ju piu e zeza po treguat në shtëpi. Kur tregojnë në shtëpi këto, prindrit nuk donin të tregonin se janë me mentalitetin e vjetër. Por gocat kishin frikë të shkonin në shkollë, janë vetëm 13-14 vjeçe. Dhe vetëm derisa e morën vesh më shumë veta që u bë madhe, ku më në fund e denoncuan. Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton manipulimin e çmimeve të qirave në kryeqytet nga agjencitë imobiliare, të cilat rrisin qëllimisht ato për të përfituar më shumë komision, shpesh pa miratimin apo dijenin e pronarit. Kjo praktikë abuzive po deformon tregun, duke e bërë më të vështirë dhe të padrejtë gjetjen e ngjëbanese për qytetarët. Denoncimi nga qytetari nxjerr në pa një tjetër abuzim që po ndodh përditshëm me qirat në Tiranë, këtë herë jo nga pronarët, por nga vetë agjencitë imobiliare. Qytetari tregon se kishte parë një apartament të shpallur për qira nga 3 agjenci të ndryshme, por me çmime të ndryshme për të njëjtën shtëpi, nga 450 euro deri në 700 euro. Në tentativë për të kuptuar pse ndodhte kjo, ai kontaktoi me pronarin, por përgjigjja ishte më skandaloze se sa vetë çmimi. Fjalët e pronarit sipas qytetarit ishin: "Agjenti më tha, e japun shtëpinë tënde më shtrenjtë se që kërkon ti dhe na del për hajër të dyve.
ti merr më shumë lek, unë marr më shumë komision. Pra, nuk është më pronari ai që përcakton çmimin e qiras, por agjenti që me që do të marrë përqindjen, ka interes të arrisë sa më shumë çmimin. Në këtë skem, humbësi vetëm është qytetari që kërkon të gjejë një banesë për të jetuar. Ironikisht, agjencia që teorikisht duhet të ndihmojë në gjetjen e një marrëveshje të ndershme, në realitet po sillet si ndërmjetës me mision të vetëm, të fryt çmimin për të fryrë xhepin. Këto praktika po shkatërrojnë totalisht logjikën e tregut. Në vend që çmimi të reflektojë vlerën reale të një banese, ai vendoset sipas tekave të atij që pretendon se di me shit. Sot në Shqipëri mund të shohësh të njëjtën shtëpi në dy faqe, njëra me titull apartament komod me çmim të arsyeshëm, tjetra luksoz vetëm për klientët serioz. Në të vërtetë është po ajo kuzhinë me mobilje të 2005-s dhe dritaret që nuk mbyllen mirë. Çokolata virale Dubai, e famshme për kombinimin e fistikëve dhe kadaifit, po përballet me kritika të forta pas një hetimi në Gjermani që zbuloi përbërës të rrezikshëm dhe potencialisht kancerogjen në disa vende të importuara. Ekspertët paralajmërojnë konsumatorët për rreziqet shëndetësore që lidhen me produktet imituese, të cilat shpesh mashkohen si çokoladë, por në fakt nuk përmbajnë fare gjalp dhe kakao. Të pakta janë produktet ushqimore të cilat vitet e fundit kanë shkaktuar një bujë të tillë globale si çokolata e famshme e Dubait. Kjo ëmbëlsirë e shishme, që u bë virale në rrjetet sociale në vitin e kaluar, përmban një përzierje të fistikëve dhe kadaifit me çokoladë. Çokolata u krijua nga Sara Hamuda, një pastiqere britaniko-egjiptiane që jeton në Dubai, si një mënyrë për të përmbushur fiksimet e saj gjashtatëzanis. Adhuruesit e çokoladës në mbar botën janë në kërkim të një cope nga kjo ëmbëlsirë, e cila është në sasi të kufizuar. Në Mbretërinë e Bashkuar, supermarkete si Lidl dhe White Rose po shesin versionet më të lira të këtij produkti. Megjithatë, duket se ky entuziazëm ka sjellë lindjen e një tregu të zi për çokoladën, pasi prodhues të ndryshëm kanë filluar të krijojnë kopje të lira dhe të rrezikshme. Sipas një hetimi në Gjermani, çokolata Dubai importuara nga lindja e mesme përmbajnë shtues dhe ngjyrues të rrezikshëm. Në përbërje janë gjetur vaj palme dhe ngjyrues si jeshil ushqimor, toksina të prodhuara nga myku dhe madje dhe përbërës kimik që mendohet se janë kancerogjen. Hetimi është kryer nga zyra për hetimet kimike dhe veterinare në Stuttgart, një institucion që fokusohet në sigurinë ushqimore. Pas bujës që shkaktoi produkti Can't Get Never Off It, ekspertët analizuan 8 mostra të çokoladave të importuara, 5 nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe 3 nga Turqia. Përveç fistikëve dhe kadaifit të bluar, çokolada origjinale përmban edhe tahini, një pastë e butë e përbërë nga fara susami të bluara. Por hetimi zbuloi gjurmë të vaj të palmës, një vaj lirë dhe i përhapur, i pasur me yndyrna të ngopura, që lidhet me problemet shëndetësore si sëmundjet në zemër. Edhe më shqetësuese është prania e përmbajtjes së rrezikshme 3-MCPD, që krijohet nga përpunimi i vajrave bimor si vaj i palmës dhe që konsiderohet potencialisht kancerogjen për njerëzit. Gjithsej, 6 nga 8 çokoladat përmbanin 3-MCPD, 5 prej të cilave të i kalonin nivelin maksimal të lejuara dhe për rrjedhoi u konsideruan si të papërshtatshme për konsum. Gjithashtu, u zbuluan edhe esteret të acidit yndyror glicidil, që shpërbëhen në 3-MCPD, dhe glicidol, një tjetër përbërje që vlerësohet si kancerogjene. Pothuajse të gjithë produktet e analizuara përmbanin ngjyrues ushqimor E140 dhe E141, për t'i dhënë mbushjes një ngjyrë jeshile më intensive dhe për të stimuluar një përmbajtje më të lartë fistikësh, thonë autoritetet në një deklaratë. Zonja dhe sotrin ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë më do takofshim.